tek memoriali i tyre në Prishtinë, ndërkohë gazetarja Altiana Zogaj është në vushtri tek varrezat ku është varrosur polici Afrim Bunjaku. Përshëndetje Altiana, po e kaloj linjen me njerë tek ti. Ne ndodhemi përkatësisht në afërsi pra të varrit, ku edhe prehet trupi i rreshterit të policisë së Kosovës Afrim Bunjaku, i cili në fakt ra në krye të detyrës më 24 shtator të 2023 në Banjsk të Zveçanit. Sikurse rreshteri Bunjaku, njashtu janë dhe 25 emra të tjerë nga policia e Kosovës, të cilët me uniformën veshur ranë heroikisht në krye të detyrës, të tillë si Lazim Rexhepi, Danush Hasani, Hajdar Ahmeti, Sabahat Etolaj, Isuf Haklaj, Arsim Rustolli, Ilir Lapnica, Driton Mehana, Abedin Mustafa, Avni Kasumi, Triumf Friza, Slavisha Milavanovic, Misin Krasniqi, Enver Zymeri, Jahim Aliqi, Nebi Ramadani, Shemsi Gashi, Armen Trena, Malsor Dashi, Izet Demaj, Samit Thaçi, Arben Sejdiu, Afrim Bunjaku, Muhamed Lika dhe Recep Gashi. Homazhet filluan kryesisht tek varri i heroit pra Afrim Bunjaku dhe më pas kryeministri në detyrë Albin Kurti së bashku me ministrin e punëve të brendshme në detyrë Xhelal Sfeqja, gjithashtu dhe me drejtorin e përgjithshëm të policisë së Kosovës Gazvend Hoxha, takuan edhe familjen e rreshterit, nga ku zhvilluan një bisedë për më shumë se gjysmë ore, ku në fakt mediat nuk u lejuan që të jenë pjesë e këtij takimi që u zhvillua aty. Më pas së njëjtit vazhduan për në familjen e heroit Enver Zymeri dhe duke vazhduar më pas sipas agjendës edhe pra tek lapidari në Varag të Zubin Potokut. Këta janë zyrtarët policor të cilët heroikisht ranë në krye të detyrës, por sikurse këta janë edhe disa të tjerë që në fakt ne si televizion kontaktuam përkatësisht familjen e policit Izet Demaj dhe i pyetëm nëse kishin ndonjë vizitë nga krerët institucional, por që nga një përgjigje që morëm prej valzës, e njëjta tha që ishin vetëm komandantët rajonal që kishin vizituar familjen deri në këto momente. Këto janë disa prej aktiviteteve që janë zhvilluar sot, duke marrë parasysh që qysh nga mëngjesi ka pasur gjithashtu dhe homazhe tek lapidari, pra tek drejtoria kryesore e policisë së Kosovës, ndërkohë sa kaq janë duke vazhduar dhe vizitat në familjen pra e Enver Zymerit. Nuk dihet se cila është arsyeja përkatësisht që nuk ka vizita tek familjet e tjera. Ne kemi provuar të marrim një përgjigje dhe nga sindikata e policisë së Kosovës, nëse të njëjtit kanë dërguar dikë tek familjet pra të policëve të tjerë të rënë në detyrë, sa kaq vlen të përmendet që sikurse Enver Zymeri, njashtu dhe Afrim Bunjaku janë shpallur dhe heronj të Kosovës. Altiana, të falenderojmë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë dhe të gjitha informacionet. Ndërkohë, ish drejtori i policisë Rashid Qalaj ka kritikuar qeverinë aktuale